Spari unë mendoj që na nuk duhet për hir të diskutimit publik me çuj qeverinë detyrë. Kjo është një pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vendosje, e cila ka uzurpuar ndërtesën e qeverisë dhe e cila ka shpërdorur sallën e qeverisë, duke u bërë kishë po marrë mbledhje të qeverisë, që nuk është qeveri. Domethënë ne kemi pas të dillën e kaluar me tentim legjitimimi me votë të qeverisë Kurti 3, e cila nuk kaloi në Kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe tash pavarësisht, domethënë dispozitave ligjore dhe sanksioneve ligjore, shikuar nga këndvështrimi i legitimitetit politik të mo as qeverinë detyrë s'mundesh me i thonë vetë. Sepse hajde për shembull derisa ka pas votim për qeverinë në Kuvend, mundesh me thonë që jenë qeveri kujdestare, në farë mënyrë që quhet në anglisht, pra që e bart vendin prej momentit kur janë bërë zgjedhjet deri në momentin kur legjitimohet qeveria e re. Nuk o legjitimohet qeveria e re, domethënë kjo ta bjen shkallën e legitimitetit për edhe një katran që thonë më poshtë. Na kemi para kësaj vendim të Gjykatës Supreme që qeveria në detyrë ose kujdestare nuk ka drejt me marrë vendime të reja, por ka drejt me i menaxhu vendime tashmë të dakorduara nga institucionet kur kanë qenë legjitime, legale dhe funksionale, dhe ato me i menaxhu me i çu deri në fund derisa kemi institucione tjera të konsoliduara. Po jo me marrë vendime të reja. Këtë çto që i përmendet ti, që janë marrë tash, plus edhe plot të tjera që kanë ndodhur ndërkohë, janë vendime të reja. As nuk kanë qenë të buxhetuara, as nuk kanë qenë të paraplanifikuara. Dhe që kjo është shkalla më e skajshme e një forme shumë për mu më të rrezikshme dhe më të dëmshme të kapjes së shtetit. Sepse kapja e shtetit që kemi folë disa herë më ndodh në dy mënyra. Një, ki kontroll përmbi institucionet e pavarura, dhe ato përmes kontrollit i detyron me marrë vendime çysh për të përshtatën ty, ose është kjo kapja flagrante brutale e shtetit që është uzurpimi. Që ti e ki kontrollin përmbi njërin për institucioneve, në këtë rast qeverinë dhe rrjedhimisht buxhetin, edhe nuk çon kokën fare çapo institucionet tjera të pavarura. Pra ti nuk mundesh m'ia ndiku aty në vendimin, rrjedhimisht unë se zbatoj asnjë prej vendimeve. Do tash na kemi një kryeministri i cili për shembull gjyqësorit, që është shtylla më e rëndësishme e shtetit, është më e rëndësishme se ekzekutivi. Se është e përhershme. Se është e përhershme dhe gjyqësori është që ajo shtylla e shtetit që neve na garanton si qytetar barazi para ligjit. Apo jo? Pra kur ti e ke një konflikt me institucionin shtetëror, gjyqësori thotë ka veç pak qytetari është pa që vlefshëm sa ministri. E ky çeti gjyqësori pe thotë mua s'më intereson çka thon jo, që i bie unë jam edhe përmbi juve, jam përmbi gjithçka. Kjo formë kështu e kulluar e autoritarizmit. Se këtu njerëz më kanë pa shpesh në biseda, njerëz mendojnë që autoritarizmi është vetëm egërsia e gjuhës, uniformimi militantëve kështu me radhë. Jo, autoritarizmi mund të marrë edhe përmes gojës mjalt. Bile shpesh herë që ashtu nis. Ma vonë të ne merrat brutalitetin. Kështu që në këtë drejtim mund mendoj që krejt këto vendime janë absolutisht të paligjshme. Edhe mendoj që asnjë prej këtyre vendimeve nuk duhet me pranu shoqëria në Kosovë edhe opozita si përfaqësuese e asaj pjese të shoqërisë që nuk pajtohet me veprimet e Kurtit. Sepse unë të e the edhe me plot drejt e the. Njerëzit mujnë edhe me ujosh nga përfitimi i aty për atyshëm. Pra thot për shembull, të marr rrogën e 13, pse jo? Të rritit pensioni, pse jo? Mirë, po rënimi i shtetit është rënimi të armës. E ti nuk mundesh kur me pas jetë të mirë edhe përkundër përfitimit momental nëse armja jote rënohet.